Ervina, të përshëndes. Përshëndetje, mirë se erdhe në Durrës, të nditën në mënyrë virtuale. Qyteti është i mbushur me turistë, të cilët kanë zgjedhur ta vizitojnë ato pikërisht gjatë këtyre ditëve. Dhe duhet të thënë që fundjava gjatë ka sjellë në Durrës jo vetëm turistë të huaj, por edhe kryesisht ata që mbeten në Besnikët, vizitorët nga Kosova, të cilët pastaj janë akomoduar për gjatë vijës drekëtare. Ka qenë i lartë numri i turistëve që përpos faktit që kanë zgjedhur të akomodohen aty ku unë përmenda, pra në Bregdet, ata kanë zgjedhur të vizitojnë në të njëjtën kohë edhe monumentet e trashëgimisë kulturore, ku do të veçonin Kullën Veneciane dhe amfiteatrin. Cifrat, pavarësisht se ne nuk flasim vetëm për fundjavën, por edhe për gjatë vitit, janë shumë optimiste, sepse do duhet thënë që janë mbi 3.000 vizitorë që në 3 muajt e parë të vitit kanë zgjedhur pikërisht ato monumente të trashëgimisë kulturore që unë përmenda më larg, ndërkohë që në Durrës gjen hapësira dhe për shumë ndalesa dhe stacione të tjera që kanë lidhje me kulturën dhe historinë e qytetit të lartë. Ajo që ka rënë në sy gjatë kësaj fundjave ka qenë numri i lartë i vizitorëve nga Izraeli. Janë akomoduar në 10 ditët e fundit, si përfshihet pra dhe fundjava, mbi 1.000 izraelitë që krahas Bregdetit kanë zgjedhur të vinë dhe të vizitojnë edhe ata trashëgiminë kulturore ku Kulla Veneciane dhe amfiteatri duket se janë më të preferuarit. Kanë ngërtuar pikërisht atmosferën festive që ka ardhur edhe si pasojë e Pashkës ortodokse, por në tjetrën kohë kanë testuar edhe ata pastaj ato që është pjesë e traditës së tyre që nuk ka le të themi lidhje në mënyrën dhe traditën tonë. Dhe duhet thënë që ky shkëmbim kulturash i vendeve të ndryshme, jo vetëm ato që ne përmendëm, sepse nëse do të vijonim renditjen, do të veçonin pastaj austriakët, kanë qenë mbi 2.000, e më tej francezët, janë një mënyrë e mirë, një urlise midis popujve për të parë, për të kuptuar, por edhe për të njohur vendin tonë që përveç pasurisë natyrore, si ka edhe për të paktën të flasim për Durrësin, por jo vetëm, edhe për trashëgiminë kulturore. Tani, Ervina, ajo që është shqetësim është fakti që nëse ka patur një rritje ose jo të çmimeve, pra si janë luhatur ato me këto zhvillime, janë reflektuar edhe në Durrës, qoftë tek hoteleria, qoftë edhe tek baret dhe restorantet? Deri në këtë moment duket se operatorët turistik në Durrës nuk janë dorëzuar, nuk ka pasur rritje çmimesh. Kjo sigurisht mbështetur në ato që vjen si zë nga turistët dhe vizitorët, të cilët kanë prenotuar shumë herë dhe kjo ka mundësuar pastaj edhe që të mos përballen me një situatë pakëndshme siç është ajo e rritja e çmimeve. Gjithashtu, tur operatorët në qytet flasin sigurisht për përpjekjet të mosquar në rritje çmimesh veçanërisht gjatë sezonit dhe pastaj kjo sigurisht nuk do të varet vetëm nga ata, sepse është një reakcion zinxhir që si të dimë të gjithë pasqyrohet pastaj që nga rritja e çmimit dhe shpenzimit të karburantëve, të naftës e më tej në vijim. Kjo nuk do të thotë që në Durrës nuk ka rritje çmimesh, përgjithsisht ato janë në tregun e fruta të rinjve apo në produkte të cilat i ofrojnë konsumatorëve në përditshmëri, megjithatë kur flasim për turizmin, deri në këtë moment nuk na kanë ardhur sigurisht ankesa që ndoshta pastaj do duhet t'i pasurojnë më tej nëse do të ndodhë. Kush e ka vizituar Durrësin këtë fundjavë që edhe gjatë ditës së sotme që keni vizitorë, se është interesante, por shikoja pas krave të tu që edhe pse ora është vetëm 10:21 minuta, ka një lëvizje, ka nga ata që janë të interesuar që shfrytëzojnë jodin, bukuritë natyrore të Durrësit në këtë orë të para të ditës, se pastaj është histori tjetër, vazhdojmë me jetën e natës, me restorantet luksoze etj. Por dua të di, Ervina, se kush e ka vizituar Durrësin. Pra kemi shtetas nga Kosova, kemi nga kryeqyteti apo qytetet e tjera që mund kemë bërë në Durrës, kemi ata që festen Pashkët dhe që janë pranë familje sot, turistë huaj, unë e pash plot gjatë fundjavës, po? Po, do duhet të thënë që ndoshta në mënyrë figurative këtë fundjavë na ka pushtuar Izraeli, kanë qenë të shumë le të themi ata vizitorët, pushuesit dhe turistët nga Izraeli, më tej pasohet nga austriakët dhe në vendin e tretë për këtë fundjavë duket se janë francezët. Jo më pak
janë italianët, po në një farë mënyrë ata shumica prej tyre janë kthyer pastaj edhe le të themi në vizitorë të përhershëm, se jo shumë prej tyre edhe në banor të Durrësit. Kështu që le të themi që krahas të varrëve italianëve, pastaj ne veçojmë ata që përmendën izraelitët, austriakët dhe francezët të paktën për këtë fundjavë. E qartë, pra kemi edhe Gjerman kanë përshtypje që vërehen edhe që e duan vijën bregdetare të Durrësit. S'po them për italianët se tani me ata bashkëjetoni atje, kështu që janë bërë pjesë duke blerë baneza, duke jetuar mirë me pensionet që marrin në vendet e tyre, edhe të rinjt që po të shikoj gjatë fundjavës ishin pothuajse në të gjithë vijën bregdetare, kryesisht nga Italia. Që një lajm i mirë Ervina është fakti që ne kemi të bëjmë pra me një lloj stabiliteti dhe jo abuzivitet në çmimet, çka e shton pra mikpritjen, gjë që ka qenë karakteristike edhe në pikun e sezonit turistik një vit më parë, ku nuk u abuzua në fakt me çmimet, çka bën që atje të ketë një turizëm i cili është i qëndrueshëm. Unë të falenderoj për gjithë sa solle në vëmendje dhe teksa të përshëndes do të ndalem pak edhe tek intervista për të folur pak për kulturën atje, për atë që ke arritur pra të sigurosh, kështu që ndjekim së bashku. Ka nisur vizitat besoj në kullën veneciane dhe në amfiteatër. Deri tani për çfarë flasin shifrat? Atëherë në 3 mujorin e parë të vitit në kullën veneciane kanë vizituar 900 vizitorë, ndërsa amfiteatrin e qytetit të Durrësit e kanë vizituar 2000 vizitorë. Janë shifra që flasin për një sezon optimist? Po, janë shifra që flasin për një sezon të mirë turistik dhe madje duhet të cilësoj që vizitorët kanë qenë të vendeve të ndryshme nga gjithë bota, dominojnë vizitorët izraelit, madje ato na kanë shprehur dhe për shkak sepse qyteti i Durrësit është një vend i sigurt dhe mjaft i bukur për sa i përket bukurisë natyrore dhe arkeologjike që ai ka si qytet, ato kanë mbetur mjaft të kënaqur dhe na kanë shprehur këtë që dëshirojnë që të rikthehen sërish. Pra, madje mendoj që vizitorët të vit mund të kemi dhe izraelit më shumë. Kjo edhe në lidhje me faktin që këtu ka shumë paqe? Po, do të thënë ato shikojnë një qytetin e Durrësit që në një vend shumë të sigurt dhe të paq, për këtë arsye ato vinë dhe e vizitojnë, madje i tërheq dhe shumë pjesa e antikitetit që ka ky qytet. Po, shqiptar, ka që vinë dhe vizitojnë? Po, ne kemi shumë vizitorë si të huaj dhe vendas. Zakonisht vizitorët vendas vinë gjatë fundjavave ose gjatë festave të ndryshme, siç janë festat e Pashkës, Kurban Bayramit. Kemi pasur shumë vizitorë si nga Shqipëria, por dhe nga diaspora dhe shqiptarë të Maqedonisë dhe të Kosovës. Po përflasim për emigrantët. Janë të interesuar për ta njohur historinë më shumë të fëmijët e tyre? Po, ka shumë qytetarë durrësak që sjellin fëmijët e tyre që kanë emigruar shumë vite jashtë dhe i kanë sjellur fëmijët e tyre për ta rinjohur ose për ta riparë historinë e qytetit të Durrësit. Ka të thotë që gjatë gjithë sezonit priten shifra në rritje. Po, madje unë mendoj se sezoni tashmë nuk është vetëm sezoni veror, por është një sezon i gjatë, pra gjithë përfshirës.